Në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë, për herë të parë u vendos në skenë një muzikali për masave të mëdha. Katedralja, e frymzuar nga vepra monumentale Katedralja e Parisit e Victor Hugoit, solli për publikun korçar një spektakël që ndërthur aktrimin, vokalin dhe koreografin. Emra të njohur të skenës shqiptare si Gerald Murria, Amri Hasanliu, Arsi Bako, Mateus Froku, Donald Shehu mes të tjerëve, interpretuan artistikisht veprën romantike me famë botërore, duke u duartrokitur gjatë nga publiku. Regjizori Giuliano Brisku u shpreh se ky projekt ishte një guxim i madh artistik, i cili u kurorzua me sukses në skenën e Korçës. Sipas tij, vepra ka shumë të përbashkëta me qytetin, duke cilësuar Korçën si Parisi i vogël. Unë jam shumë i lumtur një radhë parë që jam pjesë e teatrit Andon Zako Çajupi. Jam shumë i lumtur që pasi unë jam aktor i këtij teatri, ishte një çmenduri shumë e madhe që të vendosje një skenë, po themi të vogël në krahasim me muzikalet e mëdhenj që janë vendosur nëpër botë. Ishte një guxim i teatrit dhe një provokim sigurisht nga ana ime dhe një çmenduri e cila u finalizua sot. Edhe vërtet jam shumë i emocionuar pasi kjo është një kryevepër botërore dhe ishte një sfidë e madhe për të gjithë, sidomos për teatrin, që të mbajë një përgjegjësi kaq të madhe, sidomos për mua që jam regjisor i ri. Patjetër që unë jam shumë i emocionuar dhe Katedralja e Parisit, Katedralja e Korçës, kështu që ka shumë të përbashkëta. Ose si i thon ndryshe, ideja e parë ishte që Korça është Parisi i vogël dhe pse jo të vendosej katedralja këtu. Tenori Gerald Murria theksoi se bëhet fjalë për muzikalin e parë të vënë në skenë në teatrin e Korçës, ndërsa e cilësoi eksperiencën si një sfidë të veçantë profesionale, sidomos për shkak të kalimit nga opera tek gjinia e muzikalit. Ai vlerësoi gjithashtu bashkëpunimin mes artistëve nga qytete të ndryshme të vendit. Besoj se në Korçë është muzikali i parë që vendoset këtu në teatr, edhe me sa pash, është vetëm nota parë dhe kishte goxha ovacione dhe njerëzit e pritën shumë mirë, edhe për mua ishte një sfidë shumë e madhe, duke qenë se unë jam solist në teatrin e operës dhe baletit. Dhe gjinia musical është një gjini tjetër, në opera nuk nevojitën mikrofona, ndërsa në musical nevojitën dhe ka qenë pak e vështirë edhe për mua që të përshtatem edhe me këngëtarët e tjerë, por besoja dora deri diku me sukses dhe pash edhe reagimin e publikut, shpresoj që në të ardhmen të jemi akoma më mirë si grup. Fati i madh është që ne punojmë edhe me aktorë, edhe me këngëtarë shumë të mirë, duke lidhur disa qytete. Ne kemi këngëtarë nga Shkodra, nga Dibra, nga Tirana, nga Berati, nga Korça, që Korça është Këngëtarja Arsi Bako e cilësoi këtë rol si një eksperiencë ndryshe dhe sfiduese, ku për herë të parë ndërthurte aktrimin, këndimin dhe kërcimin, ndërsa u shpreh se ky interpretim do të mbetet një moment i rëndësishëm në karrierën e saj. Ka qenë një eksperiencë komplet ndryshe nga çfarëdo që kam bërë deri tani, se son këndoj në fakt, po të bashkoja aktrimin me këndimin dhe gjithashtu me kërcimin ka qenë një sfidë që unë shpresoj ta kem të kaluar me sukses. Mendoj që është pritur shumë mirë dhe shpresoj të jetë pëlqyer sa më shumë shfaqje dhe unë ndiem shumë i lumtur me këtë rol dhe besoj që do të ngjelet gjatë në karrierën time si një pikë shumë kyçe. Ndërkohë, aktori Amri Hasanliu, në rolin e Quasimodos, e përshkroi muzikalin si një nga sfidat më të vështira të karrierës së tij, veçanërisht për shkak të kërkesave vokale dhe fizike të personazhit, por vlerësoi reagimin pozitiv dhe duartrokitjet e publikut. I lodhur, po në përgjithësi mirë. Një emocion shumë i madh, një sfidë shumë e madhe, mesin e kam cop, po të them të drejtën nuk jam i vetmi personazh kryesor. Se ndoshta njerëzit e keq kuptojnë pak këtë, po Esmeralda është ajo që i sjell vërdall të gjithë. Domethënë pa Esmeraldën nuk do kishim as Quasimodo, as Priftin, as kapitenin, as një, kështu që unë mendoj që të dy janë kryesor. Nuk mund të vej asnjëri patjetri. Kam përshtypjen se di nga duartrokitjet më duk mirë. Ishte goxha e vështirë. Për vokalin, sidomos se pozicioni i Quasimodos shumë i vështirë. Katedralja shënon një hap të rëndësishëm për jetën artistike të qytetit të Korçës, duke sjellë për herë të parë në këtë skenë një muzikal të përmasave ndërkombëtare dhe duke zgjaruar më tej ofertën kulturore për publikun.